Qa po ndodh me negociata? S'ka vullnet. Nga cila palë? Nga dyja palët. Nga të dyja palët? S'ka vullnet. Rama tha pak më parë kur foli për negociatat, kam ofruar ai sa do t'i kisha ndrruar në kohën e PD-s. E vërtet është, por i ka ofruar ditën e fundit, ka pasur mundësi 6 muaj përpara t'i ofroj. Edhe opozita nga Çadra ka pasur mundësi që t'ulej me europianët popullor në këtë rast, muaj përpara, javë përpara, ditë përpara. Ka vullnet. Të dyja palët e ka marrë si instrument të bërjes fushat. Realisht këto janë zgjedhjet e para që unë kujtoj në cilat nuk ka fushat në bazë, edhe fushata është përqendruar në bulevard të zyra e kryeministrit, të zyra e kryetarit kuvendit të Çadra, tash po spostohet drejt presidencës, domethënë megjithëse sot atje ka qenë vëmendje, dhe të ndërkombëtarës. Dhe gjithë kjo është kthyer si me drejt thot zoti Shej, ka një perceptim poshtë publikut që nuk e kupton çfarë është vettingu, kupton, se nuk e di që vettingu bëhet për 800 veta, po ka një perceptim që PD-ja s'do vettingun, tek baza e PD-s ka një perceptim që po të hynë zgjedhje në çdo lloj forme ata do t'i vjedhin, do t'i blejnë, do t'i marrin, do t'i ashtu. Nuk ka vullnet, sepse po të ketë vullnet, instrumentat për dal nga kjo krizë, e cila është një krizë artificiale e politikës, në fakt nuk ka krizë tek njerëzit, tek njerëzit e thjesht punë qarkullosh shoh që s'ka asnjë tension, asnjë krizë, po është një krizë e politikës. Ndoshta është edhe një krizë, le të themi, pas çerek shekulli e politikës dhe kërkohen të eksplorohen rrugë të reja, të cilat për momentin janë në gjykimin tim të marra peng. Kjo edhe për shkak të 2008-s, të ndryshimeve kushtetuese, me anë të cilave ne ja dham të gjitha institucionet partive, dhe madje institucionet partijake ja dham kryetarëve të partive, dhe sot kjo krizë po duket si një krizë bilaterale, dy njerëzve, Ramës dhe Bashës, ndërkohë që mendoj që nëse institucionet demokratike do të funksiononin edhe tek PD dhe të PS, ndoshta ka njerëz me shumë mendje dhe vëmendje të ndryshme se si dilet nga kjo histori. Në situatën që jemi sot, në analizën që mund të bësh, do ketë 18 qershor dhe do hyjë PD-ja në zgjedhje? Jo, nëse ka, domethënë analiza është e thjeshtë. Nëse ka 18 qershor, PD-ja nuk hyn në zgjedhje, dhe unë mendoj që nëse kjo punë zgjat deri të dielën, pra edhe 3 ditë, deri në kavaj, do të ketë 18 qershor dhe PD-ja do hyjë në zgjedhje dhe do jetë një rrugë pa eksploruar më përpara, duke pasur një pjesë të popullsisë shqiptare, të klasës politike dhe të opozitës, e cila bojkoton zgjedhjet, do të jetë herë e parë për hir të vërtetës. Pasojat do t'i diskutojmë pastaj se çfarë ndodh. Domethënë, unë mendoj që askush nuk e ka qartë tamam se çfarë do ndodh. Domethënë, gjithë po shkojnë drejt një tuneli të caktuar, ku secili qëndron tek e vetja, duke parë edhe më shumë se sa si dëshirë për zgjidhje, si akt force. E thash, me presion ndërkombëtar janë detyruar të ulen, të dëgjojnë etj, por nëse dy partitë e mëdha do të kishin pasur vullnet, ne as do të kishim marrë asnjë ditë tek. Po nëse shtohet presioni ndërkombëtar, ka ende shpresë që të arrijë një marrëveshje? Çfarë do bëj presioni ndërkombëtar? Domethënë, PS dhe LSI-ja kur bën koalicionin para 4 vitesh në Shkodër, thanë ne sa të marrim pushtetin, gjë e parë që do bëjmë, do ndryshojmë kodin zgjedhor. U morën ai ditë me kodin zgjedhor? Hiç. Kemi qenë në studion tuaj, këtu kemi bërë biseda, debate me radhë për reformën drejtësisë, dhe unë të kam thënë, Hilva, alarmi këtu nuk është reforma drejtësisë, po është kodi zgjedhor, do vinë zgjedhjet, do t'i prishin zgjedhjet. Dhe ja, u vërtetua, po i prishin zgjedhjet, sepse ta mund shkojnë në votime, po zgjedhjet s'do ketë. Dhe kjo s'do jetë mirë për vendin. Pra, gjithë problemi është që ne kemi çuar në limitin e fundit dhe tani themi, po ç'do bëjnë ndërkombëtarët? Do vinë ndërkombëtarët të administrojnë procesin zgjedhor apo të marrin përgjegjësinë e prishjes së procesit zgjedhor. Lejoni t'ju kujtoj një miku im, ish kryeministër, s'po ja përmend emrin, thotë gjithmonë një gjë, 2 njerëz me ngjyrë që rradhën e parë kanë prodhuar një njerëz me ngjyrë dhe rradhën e dytë njerëz me ngjyrë do prodhojnë. Krizë kanë prodhuar, krizë do prodhojnë. Nëse s'kan vullnet për dalë nga kriza, ne vetëm do shohim etapat dhe fazat e krizës. Jo, them, mos i shtojnë oreksin, gjejnë mënyrën t'u japin vullnetin, them. Ndërkombëtare. Mënyrë tash, një vend ka për kryeministër. Kryeministër, me që ai tjetër vajtin presidencë. Po këtë duhet ta vendosin shqiptarët, as ndërkombëtarët. Po, ndërkombëtarët. e kam fjalën, një vend ka për kryeministër. Me që ai tjetër vajtin presidencë, ka ngel një vend për kryeministër për 2 veta. Dhe që vetëm po prodhuam institucione bashkë kryeministrit, sa aty është gjithë çështja tash.